Në një kohë kur qytetarët shqiptar përballen me varfëri, mungesë të shërbimeve publike cilësore dhe papunësi masive, një pjesë e administratës publike po shndërrohet gjithnjë më shumë në një rrjet nepotik të kontrolluar nga klane, interesa personale dhe lidhje të errta. Rasti i fundit që ka dalë në dritë është ai i Albpetrol SHA, kompania shtetërore që menaxhon pasuritë nëntoksore të vendit, por që sot duket më shumë si pron private. Një rast flagrant është ai i Selfo Kaplanit, ish kryetar bashkie në Kuçov dhe një emër i përfolur për lidhje me botën e krimit dhe biznese të errta. Mban aktualisht postin e zëvendës drejtorit të Albpetrolit, por skandali nuk ndalet këtu, në shkelje të hapur të ligjit për konfliktin e interesit dhe të çdo standardi etik. Ai ka të punësuar bashkëshorten e tij si vartëse direkte në të njëjtën strukturë, por edhe ajo në rolin e shefes. Kjo përbën jo vetëm një rast flagrant të favorizimit familjar, por edhe një shkelje ligjore, e cila duhet të kishte sjell jo vetëm shkarkimin e menjëhershëm të zyrtarit në fjalë, por edhe hetim penal për abuzim me detyrën dhe shpërdorimin e fondeve publike. Çfarë mesazhi jepet qytetarëve të ndershëm që për vite me radhë nuk arrin të sigurojnë një vend pune me merit? Çfarë shpresë ka për rinin kur të gjitha pozicionet në administratë ndahen në tryeza miqësore apo familjare? Institucionet përgjegjëse si SPAK, ILDKPI, Ministria e Energjisë dhe vetë kryeministri nuk mund të heshtin më. Heshtja është bashkëfaqësi. Ky rast duhet hetuar me prioritet dhe duhet të shërbejë si piknisje për një pastrim të plotë të administratës shtetërore nga nepotizmi dhe lidhjet e errta me krimin. Nëse Shqipëria synon të ecë drejt bashkimit evropian dhe drejt një shteti ligjor, atëherë modeli Albpetrol duhet të marrë fund dhe fundi duhet të fillojë tani.